Pite me mishpule, pita gjiro, thueni si të doni, e jeni të përgatitim së bashku edhe si e përgatitun. Kuptohet që mund të përdorni dhe mishra të tjera, ose deri, ose qëngji, çfarëdo që të jetë. Unë kësaj radhe përdora mishpule. Është gjokspule, në fillim do ta pres në vilar të hollë si të shikoni dhe pastaj do të marinoj krip, piper, tamerik, pak rigonë, një çik vaj ulliri, edhe limon. Ja hedh të gjitha këto bashkë, i hodha dhe mustardë se e bën më të butë, edhe nëse e lini dhe në marinara, për ca kohë bëhet akoma më e mirë. E hedhim në tepsi pastaj, unë shtrova dhe letër kuzhine se po të ngjitet pastaj pula në tepsi, hajt lash tepsin 2 orë. I hodha dhe një çik vaj ulliri nga lartë, e vendosa në furrë të cilën e kisha nxehur më përpara, edhe e lë derisa të piqet mishi i pulës, të bëhet kështu krokant, edhe nga lartë të marrin ngjyrën e atë të verdhën të kuqen, thueni si të doni. Kuptohet që do ta shoqëroj me patate të skuqura, pite, xhaxhiki, të gjitha këto gjërat që na kanë munguar neve nga Greqia, që jetojmë larg, edhe i përgatisim vetë në Angli. Çdo gjë është gati dhe do t'ju tregoj se si e ham në fund në pjesën 2.